Shumë njerëz e perceptojnë kontratën e punës si një copë letre e cila është e pavlerë dhe nuk garanton asnjë mbrojtje. Mbi këtë bindje të punësuarit pranojnë të punojnë pa kontrata të punës. Por, puna pa kontratë është e pasigurt dhe e rrezikshme. Kontrata e punës është mekanizëm që mbron punëtorin nga padrejtësitë dhe i garanton sigurinë në punësim. Cilat janë siguresat kryesore të një kontrate të punës? Siguresa e parë. Shpjegimi i vendit të punës. Kontrata e punës ju përcakton detyrat që ju i keni gjatë orarit të punës. Si rrjedhoj, punëdhënësi nuk mund t'ju caktojë në detyrat e tjera pa një kontratë të re. Kjo siguresë ju garanton që ju nuk mund të largoheni nga puna, nëse refuzoni të kryeni punë që nuk i keni në kontratë. Siguresa e dytë. Kontrata e punës ju garanton rrogën sipas ligjit. Çdo kontratë e punës e përcakton pagesën e punëtorit dhe orët e punës. Kjo ju mundëson që ju të keni sigurinë që ta padisni kompaninë në rast se nuk ju paguan pagën. Siguresa e tretë. Siguria dhe shëndeti në punë. Çdo kontratë e lidhur duhet të zbatojë standardet e sigurisë dhe shëndetit në punë. Si rrjedhoj, punëdhënësi obligohet të garantojë siguri gjatë kohës kur ju jeni duke punuar. Siguresa e katërt. Kontrata e punës ju garanton pushim dhe kompenzim shtesë. Secili prej punëtorëve që ka kontratë pune ka një pushim të përcaktuar vjetor, javor dhe ditor. Punëdhënësi duhet të mbajë dëshmi që këto pushime janë shfrytzuar nga punëmarrësi. Siguresa e pestë. Çdo kontratë është investim për pleqërinë. Secila kontratë e punës obligon punëdhënësin dhe punëmarrësin të kontribuojnë në trustin pensional. Mjetet do të shfrytëzohen në kohën kur i punësuari do jetë në pension. Andaj, nëse je duke punuar pa kontratë e punës, raportoni bizneset që nuk kanë kontrata. Raporton në kallzo.com dhe në 044 22 44 98.